pikën e parë të rendit me atimin e 6% familje në nëllon e në nëllon 2025. Kena përgjese bindën për mësërua për ma gjatë në aspiron Sektori i shërbimeve sociale për muajin dhjetor ka propozuar që të rregojnë 62 familje me një fond 280.379 lekë. Kena një problem me njësinë administrative e shkrel, ka probleme me sistemin, dhe kemi bërë listat manualisht. Gjithë më kemi në rëdorë. Pastrova aktiviste i bodi, dhe shmedojnë, për Po di këtë. Pa kur shtë në pyetje në Vetë. po. Do të një mëllë shkurt. Po dhe faktet edhe të janarit. E dyta prap shkoma që përfitojnë ato 62 familje që qarake 4-5.000 vjetëra për një familje në lojë. Unë se di se qa regulojmë edhe 4 vile. Se di. A zonë vile shumë. Lidhje me shumën ishte përcaktuar me ligj dhe del nga sistemi i fiksimit. Dhe na nuk ulera me lëshua, nuk nga na mështua asnjë gjë ndonë. Por ju po flas për ta sipër se ju s'keni vëshë një dio për si e kishim ja bon kaqësinë e 50 si tregon shtetet për rreth që janë nga vdesje një. A nuk ka mundësia ajo që më kanë ma forë dhe e punojësi që të fjetë serë në të nejna apo s'ka pasur që me kaluar? Lidhje me shkrelin. Po, me shkrelin. Me shkrelin ka problem sistemi dhe kemi kaluar manualisht. Nuk është se nuk kalojnë familje, kalojnë manualisht. Në visa e mos e mos vinë në tukë e gajo. Kush? E shkrelit. Jo nuk banë asë Për nevoja s'ka nuk banë asë Ne biseduar. Për kena biseduar, kena folur me Ministria në Ministria në konon urdër me kaluar normalisht. Të bashkisë të personat të shtotellet normalisht. Familjen janë përfituse të S'ka problem, nuk ka pa juj. Asta tina ka problemi që nuk ka se familje me sirë, se sirë funksionon. Problemi është vetëm për propozimin e listave përfituse të fondi 6%. Për përfituesit e tyre që kalojnë në sistem, është në rregull sistemi. Vetëm për përfituesit e fondi 6% nuk ka problem, nuk mund të propozuar. Për këtë arsye janë propozuar manualisht. Bashkangjitur keni edhe emailin e drejtorisë dhe të ministrisë. Është përshkruar. Ja sqaruar. Se vamos a estudiar. Até kalem pikën e parë tani ditë, është dakord për të pandemia, është përgjithësi që ja familjen e huaj. Familje që jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme, në aplikimin e sistemin e nisë ekonomike, janë në varfëri ekstreme dhe rezultojnë në tip panel. Ka një personaci të jetuar, përheqin pagesa për aftësinë të kufitimit 6%, individ që kanë statusin e jetimit, përqin që duhet duhet me rregullua duhet pak tjetër familje që janë fondi. Aq sa fond kena dhe më thonë njëtë fond duhet të realizojnë, për duhet pak tjetër këto familje me këta kriterë.
familje që kanë në pronësi një makinë e cila ka vite që rezulton në sistemin e regjistrimit automjeteve, duhet patjetër që të kalojnë tek fondi 6% dhe nuk e përdoren më atë makinë. Thjesht ka me të kauç regjistruar tek sistemi, duhet patjetër që të kalojnë tek fondi 6%. Këto janë kriteret që kemi menduar. Nëse mendoni ndonjë kriter tjetër, mund ta propozoni edhe komunitet të menduar. Po, kam në thënë drejtën. Nuk duke sa është një diçka që është zgjedhje. Për faktin sepse unë kam disa familje në Bajë që janë 6 persona, kanë 4 fëmijë në shkollë dhe nuk trajtohen me një ekonomike. As nga sistemi, as nga 6%. Sepse 6% si aty në familje që marrin në sistem është e pak. Pra, ti mund të kesh asnjë në sistem që fitojë. 6% që është aq sa është mosa e sistemit. Mosa e sistemit, pra, në njësinë administrative kastrat, ka asnjë si ka përfituar, po them. Atëherë si 6%? Si është asnjë si nuk ka përfituar. Po Në njësinë administrative kastrat janë 90 familje. Kuptoj më vajzë, po them, unë kuptoj, po them, 90 familjes po them se nuk janë. Por, po them, 6% si këtyre 90 familjeve është kaj pak, pra që mund të trajtohesh vetëm 50 familje ku duhet 15 ose 20. Kjo është, po them, kjo pra po them. Pra ne janë. Nëse është pyetja për mua, nuk munden na për ty po them se po ti je një specialiste që ke drejt për drejt lidhe me sistemin me drejtë e ministria atje që me kuptua. Ka familje që ka një rrugë që është minimale, po që ka 3-4 fëmijë. Po mund të aplikojnë, por nuk fiton. Sepse ne po them ai gjeruat edhe pak më shumë edhe që me kemi që për 6% të pa. Pra janë shumë dakord me ty, por nuk munden na merr të këtij. Se punja të ajo vetëm Ne na propozuar disa herë, domethënë të gjon, por tu ke specialistë në kësaj fushë për vitet e tëra, ke mundësi me ndonjë eksperiencë edhe me provoj edhe Ta kush në i gjanë? Atëherë në herën dhe mira të në kriterin e kushën të të Under një të aprohet dhe pika 2 vazhdojnë në pikën 3 dhe 4 të rëndit ditës. Pra unë në ndimë sëmimi e eshme për faktësimin e kulturore për zotin në Kustin Shtetaj dhe Rinajt Bregu. Këto kena drejturin në mizenzave prezent mes sërë sa dhe pasë të shumica e ishim për raste po i spjegim më të sërë. Të dy ratet e nga rrasë në hanë që kam qenë të përri dy dhe të gjatë. Të nga shkretë në banë të dokumentacionit për një minimale që vërdimi në mërë dhe parë që në bashkë. Janë të dy familje, një në Vazan, një në Mare. Të ty shperë dhe është në Vazan dhe një në të një në Mare. Dhe në anë që një në Berk Vjera, në Vazan, që një në një në shumë. Të kena mundësi me dashtë në anë të shka ma shërë të të kemë në rrura la forë të të manda forë të bashkësë. Ose pa më të një në ngurë në forë. Pa kush në i pytje, besoj se... Kam një lidhur me këtë. Si ka në ankesa qytetarë për çështjen e shërbesh që janë pjekën me ush gjallë, si thonë. Jo me dëllëm, por me hektarë. Ndash i java të lëmerma, shpar për që duhet ka, ose si sillet për problem, që ata kanë bëha mund djerës, dhe të kërë një thatë e pari këtë mënë. Këtë shamë është mundirë në ndetaj, ka realitet. Dhe në kanë vetë prezent gjatë sezonit dhe se ka razjale. Këtë shamë ka shumë vejtë nga gjithë në shajsi. Ose për këtë shërbesh në nuk e në asë një burë, asë një ozim, asë një gjatë në mënë që a me kërku kuj dokumenta, a më së mjërë. Njëzit shumë të televizorë se thotë të vishë danë shpërvejnë, bide në kërgojnë neve, dokumentacion korporativ të policia, lesje dhe janë civile nuk kena asë një rojtë dokumentacionit. Si me dash mi shpërblim, si me dash mi thonë në pizun e bakër të I këtë uzim kena neve, s'kena asë një një dhe nuk kena asë një mërë, asë një një mërë parësi. Nga ka kërkuar këmbëtësëja, danë që janë danë gjatë des,
Neve kena deklaru, ma se kena pas mundësive të tërë, po ati gjonë se sa si mund tjenë. Kena thonë, kena tjekje në Shërbel, në Bletari, dhe bazë materiale partijës që në kemi, në të gjëna kena deklaruar. Por se si sasi, e se sa, nuk kena asë një dhanë, që si kush parë me thonë, nuk me ke përno 20 hektarë Shërbel. Kanë shku të Rusia, kanë thonë diçka, po një Rusia nuk ka të e Nuk e du të nësë në probleme që me pas në parën, që me zgjidhë problemin, promena. Se unë e tishtë se s'ke fajti, se s'ke përfitu zhjama, si në përfitu në tonë. Nëse banorët vijnë në një dokumentacion që i mjanë një 20 hektarë Shërbel, do t'jetë kërkesa gati, nëse do të shpërblet, ne detyrimisht si mas kërkesa do të bëjmë, por kërkesë kush nuk ka paraqitur. Kanë shkuar në Kuta Rusia, ma dhe ka ma dhe kjo. Ne, si në gjenë civile, nuk kena asë vetë dokumentacion. Kujt i ka nohë, si ka nohë, të parë, gjona shpallë, djegura. Jekje magazinit në Bajs. Në tonë Shërbel. Deri në Kuta. Ta thash, se në gjenë civile, nuk kena asë një rrë, kena shku, ose për me tonë. Magazina e rëtjekë në vetëm në Bajs. Aja është në desë. Nuk arë, a ka arë kush me në kuj gjonë, është në si e tjekë magazina? Dy ditë ka marrë me ajo rëtjekë për me... Shkolla ka subjekt vetëm djegjen e banesës. Po banesë ishte praja, banesë Dija se është problemi. Ne, si në gjenë civile... Unë dy ditë ka marrë ajo me t'ja fikse me shkullën zjarën. Neve kena raportuar se rast zjarrit në prefekturë edhe në ministri. Se ne, kur djegën një diçka, djegët magazina, djegët Shërbel, djegët diçka ne e raportojmë. Por nuk parë kush me thonë për shumë. Kurse me ligjin aktual që ka nga qeveria, vetëm për banesat kena drejt vetëm shpërblyj. Për magazina nuk kena asë një dhejt. Në desë pra në desë, deri Po venin e ndimës me njerëshme si pune e tyna, i të i mund me futa dhe. Nuk mure se nuk e përvetëm ligjin që ose është magazin. Ashtë vetëm për ndërtesat e banushme. Po dhe një që tjetër, të rosë në rrëtë dhe në rrëti, vjen aty për kërësin, të rosët, dhe në prefekturë ose të të tjetër. Okej, ta është për redatate të në krisë. Dhe në votim për familjes me për zotin Kutin Shpela, Zajda Legnat Bregu, ku shënë të për? Po në s'ka Jashtë kësaj. Për prezencat nga përmëtim. Dhe ku ka shkua... Ne kena ardhët edhe i kena bërë në kërkim, kena bërë në konstatimë. Nuk mund bëjmë asë një persimi i kamërë, dhe qo se nuk të një orë nga vendimi këshirë ministrave, që do të shpërblet për një familje. Ajo familje mund të jetë divana, televizora, gjëra. Nëse ne nuk kena një listë, edhe orë nga këshirë ministrave që të bëjmë versimin në bazë të orë në qëtëtarit, konstatimet janë bëjmë. Nuk e di atë nëse Si mas e bi, si mas asaj, ka ardhi, është një adur i thotë për matësin e marë. qa shumë të këshirë thotë? Ta vazhdojnë të të nëshme të të sa të të me kush, të një automjeti i zërë të x autoshkollë në favor të bashkisë të Tiranë. Të nëra kemi paraqit këtë përëndimin që është propozimi i dorimi kërkisht një automjeti autoshkallë, zjarfikës bazuar në ligjën për qeverisën ndërkombëtare si edhe ligjin për shpëtimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Pra në sektorin e MSSH-s, bashkia disponon një automjet zjarfikës autoshkallë, i cili për shkak të tipologjisë së ndërtimit të saj dhe natyrës së ndërhyrjeve që ka në territorin e bashkisë nuk është i përshtatshëm për ne. Dhe duke bazuar në kërkesën e bashkisë Tiranë, si edhe në komunitimet e realizuar ndërmjet sektorëve të MSSH-s, është propozuar që të bëhet kërkorim me kusht bashkisë Tiranë, që është më i përshtatshëm duke bazuar në territorin e tyre, në densitetin e lartë dhe objekte shumë kafshë, ndërkohë që bashkia Tiranë na dhuron ne një automjet zjarfikës urban, i cili është më i përshtatshëm për nevojat konkrete në territorin tonë. Qëllimi kryesor i këtij ndryrimi është pikërisht përmirësimi i shërbimit zjarfikës, që ka shumë interesi publik
do të realizohet pa kosto financiare dhe synon domethënë përmirësimin e strukturave operacionale në të dy sektorët e mjesive të qeverisjes. Atëherë ka Mira me një mu bashkinë. Jo, shumë Po mirë. nevojë se ka edhe kryetari i bursit. Qëllimi kryesor po pra se është nuk ishte nuk e shpjegoj se Jo, se unë e kam lexuar, kjo është me kusht me fjalë aty, edhe nuk ka pa për këtu, po kur është po që ba kërkesa për këtë, domethënë e kanë prunë gabimisht, apo Kanë falë. Qa falet. nuk kam kundërshtimur. Na më mund të bojmë vërtet sa janë aty. Apo ngrin koment ata për me prunë ata apo jo? Mësër ishin që kontrol. Kushti pra se ka. Me a qu shkodër, se t'ju nam. Po me E ka vesh. 20 profunder, një atuar për pika 5 e rendit, vazhdojmë me pikën 6, miratuar e rishikuar në buxhetin të vitit 2026 të Bashkisë Mërësie e Madhe. Kalimi e rishikuar do kalojmë pikën në vazhdojmë e kalojmë po erdhi përfaqësuesi. Vazhdojmë me pikën 7 të renditës për përcaktimin e distribuimit të përdorimit të grantit të bazuar në performancë me burrimin e financimit nga financimi i huaj. Edhe këtë e po altimi ta presit sa të vazhdojmë. Vazhdojmë për rishikimin e planit ose janë vazhdojmë në pikën 8 të renditës, rishikimi i planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Mërësie e Madhe. Si që dini, Bashkia Mërësie e Madhe, si shumica bashkive tjerë, ka ndërmisht atë vetëm ka miratimin plan urbanistik, që është po me financim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe paraqet kategoritë e përdorimit të shumicën e rasteve, ku mos pas kërkesa konkrete, janë lanë disa gjona siç janë kanë përdorimin tradicional ose aktual e asaj kohe. Me kalimin e kohës, me zhvillimin, me rritjen e numrit certifikimeve të pronave, normalisht edhe interesi më madh njerëzve për investim, ka lind nevoja me të lëshu disa kushte zhvillimore për disa zona. Gjithashtu ndryshimet ligjore duhet pasqyrohen, domethënë rregulloria e planit të ndryshimeve duhet pasqyrohet me parashikime të ndryshimeve ligjore, konkretisht kanë për basenet ujore dhe zonat e mbrojtura. Edhe ne kena bërë një kërkesë drejtuar AKPT-s, siç e parashikon ligji, AKPT është Agencia Kombëtare e Planifikimit Territori, që do të bashkërendimin mes bashkive dhe ministrive apo institucioneve të tjera që japin dakordsinë ose përkushmërinë për rastet që kërkon të rishikohen. Dhe ato që kena kërkuar ne jo të gjitha kanë kalu, nëse më saktë shumica nuk kanë kalu, por sepse nuk janë marrë miratimet nga institucionet përkatëse, për shembull zonat e mbrojtura. Konkretisht si kena pas shumicën ne. Qofse është nevojshme të marrim pikat një nga një në radhë, pikat te kremi i parë i draftit të rishikimit janë ndryshime në rregulloren e planit. Këto janë përkushmëria ose përshtatshmëria e rregullorës tonë me ndryshimet që janë bërë për basenet ujore që tregon distancën e sigurisë nga trupat ujore, që janë liçeni, lumenit, rrejt edhe
deti, po që në këtë rast ne s'kena bërë deti. Domethënë kena bërë përshtatshmërinë sipas kategorisë të urbanimeve mobilore që kena ne këtu. Edhe për planet e detajuara vendore, që zonat urbane përgjithsisht kanë një fushë që quhet plani detajuar vendor, për shkak se infrastruktura nuk ka qenë aq e zhvilluar sa që është sot. Nuk ka qenë as rrugë, disa sot nuk ka qenë as rrjeti i shpërndarjes së rrugës apo të energjisë elektrike që jena po prap në përmirësim e sipër, dhe këto vazhdimisht duhet pasqyruar edhe në zhvillore. Domethënë, për parë ka këto parashikime. Pastaj kur vjen puna, kemi një pikë tek rregulloria gjithashtu që është për strukturat e ekoturizmit. Legjislacioni ka parashikuar vetëm kriteret për agroturizmin. Ekoturizmi në përmet thjesht si term, por nuk ka kritere zhvillimore, nuk ka as koeficient shfrytëzimi, nuk ka llojin e strukturave që introdukohen, kapacitetet apo kondukteve dhe gjithçka tjetër. Ne kena marrë AKPT-ja, më tepër se sugjerimi i AKPT-s është marrë me planet e bashkive që kanë në territorin e tyre kryesisht të njëjtën kategori turizmi siç kemi ne në shtetet e Bashkimit Evropian. Janë përshtat me kërkesa që kena ne këtu, janë disa kritere për ekoturizmin, që është nga ekoturizmi solitar, i grupuar dhe kompleks. Domethënë janë 3 kategori të ekoturizmit. Kjo kryesisht ka si qëllim të ketë impaktin në ndërtesat ekologjike, pastaj në turizmi mjedisor, që mos jetë thjesht, domethënë të ketë një farë shtesë tek investimet për argëtimin e atyre që akomodohen aty edhe me karakter të mjedisit, të organizo hiking, e gjëra tjera që zhvillohen po prapë në natyrë. Kjo është pika për ekoturizmin. Pastaj në tabelat e treguzve zhvillimit njësive, tabelat e treguzve, territori është ndarë në disa njësi zhvillimore. Një njësi ka disa prona. Përgjithsisht njësia më vogël është në rastet në zonat urbane mund shkojë edhe gjysmë hektare, por përgjithsisht janë disa hektarë. Kryesisht zonat bujqësore janë gjithashtu edhe në 100 hektare, siç kemi zonën e Borrit Kuqenit. Ne këtu na ka lind nevoja që të bëjmë edhe ndarje brenda njësive kaq të mëdha, sepse ka disa prona, për shembull, ose zona që kanë potencial zhvillimi ndryshe me një zonë që është disa kilometra apo dhjetra kilometra më larg. Edhe ne kena kërkuar me bondarjen, kemi kërkuar gjithashtu edhe ndryshimin e kushteve të zhvillimore. Kushtet zhvillimore janë numri 4 elektrisiteti ndërtimit dhe koeficienti shfrytëzimit. Janë kërkuar në Kastrat është 1, në Koklik janë 2, pastaj në Shkrep, zona që shifën në Shkrep janë kjo me sh, që fillojnë me iniciale me sh, është në Shkrep. Këto janë për pasqyrimin e planit të zonës rëndësisë kombëtare. Ndodhet në Okol, kjo është ky plan është miratu, ka vite që është miratu, thjesht nuk ishte inkorporuar në rregulloren e rishikimit. Kjo është për rishikimin, në raste të tjera të miratuara, domethënë që kanë marrë aktin e përputhshmërisë nga AKPT-ja që ke mundësi të kalohen si të paraqiten parajush për miratim, nuk kemi vetëm këto. Nëse ka dikush një pyetje apo diçka që të pasqyrojmë, po. Tu tash të dakord se marrë që është kategorisë stokoj. Po kjo koncernon se këtu është të shkruajtur në që thotë çështjet natyrore, monumente natyrore një. E dyta, monumente të tjera që janë në nësit rrugës. I referosh në ndryshimin e 29, në fakt. Ndryshimin e 29, që ta disi pikë. Do kërtë më sajak 2004 TikTok që thotë për qeshtë e këtyre, po në asaron nërë më të të ju me ti, qatë që në kjo. Ose kjo program që është bëhtu që nërshëm thët, me venimin e se këtë në e shokim. Po atë në i banes private, në i rrugë. Cili ndryshim që të pysë? Sepse ndryshimet në rrugore... Jeto i tu. Ajo është restoranti Darba. Restoranti Darba, në plani përgjithshëm vendor, që është bën 2017, është lënë në stacion elektrik. Është lënë gabimisht, sepse është më mbrapa në stacion elektrik. Dhe ne kena çu për korrigjim, sepse aty Darba ka ekzistuar para se mu bë plani përgjithshëm vendor. Edhe zotëria do me bërë rekonstruksion
tjetër ka të drejtë në ballë shtesa me shpërndu pronën e vetë që ka pas para artimit plan. Ne këto kena çu korrigjim. Cënon askë tjetër thjesht tani siç ishte cënonte shfrytëzimin e pronës private. Do i diçka, i shikojmë në rrugë nacionale. Po kjo, Rruga a nacionale. s'keni pas mundësi me apo parlament të edhe E njëjta është. Të lutem, rruga nacionale në plan përgjithshëm vendor është parashikuar autostradë. Për shkak se nuk ka një plan konkret në ARSH-ja për autostradë, ARSH-ja si autoriteti përgjegjës dhe pronari i kësaj rruge, distancat e sigurisë janë lënë si për rrugë interurbane kryesore, siç në fakt është kategoria e tokës. Domethënë distanca e sigurisë 40 metra në anë, si 14 metra, është për rrugë interurbane kryesore, jo për autostradë siç është parashikuar në plan. Dhe rruga është interurbane kryesore. Mas 14 metrave, propozim që mundëm në konse në të kena miratua planin, kemi pare, që është miratua shumë njërës, shumë më dhejë, në rëndonë këshili bashkjat në tjera dhe që në të bërë. Ne kemi i ranë, pësës ne kemi të të zotë shbëri. Qa duhet me bëna ata, për mirë i shikuar për me kuqë, për konkretisht 3-4 Zona shvëllit zonë për bri rrugës. Për bri Në rrugës. dyja krahët, për bri rrugës në dyja krahët janë zona ndërtimore. Shumë pak janë zona tokë bujësore. Po thuajse që 80% është zonë ndërtimore. Kategoria ndërtimore ndryshon pastaj. Po, qa mundet me bërë kërkes me bërë zonë industriale? Në rast konkret kam dy propozime. Po, për me të bërë kërkes për me bërë ndryshim për zonë industriale, tek zy rajon, do të me pru një kërkes, mu interesu dikush, dhe ne hartojmë, po, ne Për hartojmë. mu interesua sa ata, kurse di unë që di na jeti. Mu interesua dikush me cikë një shpallë, janë diçka thëmë. Po pra, po zona industriale ka disa kritere, dikush do me po magazin bujësore. Magazina bujësore në zonë industriale nuk lejohet. Kështu që edhe ne nuk i fusin si mas me një stonë, prandaj thash e bëna parantezën fillim kur është bë plani përgjithshëm vendor, është tentu Një ulosi. ka brenda po ai ndojë gjatë. Po. Ai do me zhvillu biznesin e Po. vet. Le të bëjmë një lavazh, me bëjmë një lokal, me bëjmë një restorant. Gjoja e Qa parë mund që me duhet bëjmë ai për me bëjmë këtë për zonë? pikat e karburantit dhe të gjithë aksesin që dikush don me pas në rrugën kryesore ose rrugë që është pronë ARSH-s, gjoja e parë që do të bësh miratim në ARSH-ja. Atëherë plani përgjithshëm vendor, se është çështje sigurie. Jo çështë se bëhet fjalë për mas karburantit, më to. Po E pra, kalon nuk lërën, po e pra, 40 metrësh i distancë rrugë. Po patjetër, po nga rruga kryesore nga del për të aty mbrapa. Po, Për atë daljen do të miratim në ARSH-ja. po e kona pronë e vetën se ka me ne, e ka Po grantit. mund t'jetë pronë e vetja, po siguria rrugore është kodi rrugore. Kodi rrugor është mbi legjislacionin për planifikimin e A territorit. mund të jemi këtë plan për shumë për ato raste? Në ato raste kërkohet kur ka dalje, sigurohet dalje rrugë kryesore, ose në rrugë dytësore ekzistuese të miratuar po nga ARSH-ja, ose me një leje të re po nga ARSH-ja, atëherë bëjmë ndryshimet urbanistike. Rast konkret si ne bëmë. Rasti konkret bën një kërkesë me një projekt i vet tek ARSH-ja për miratim krye daljeve në rrugë. Po, po sa është gjithon komplet ato dy zona, edhe tona është i sigur, do me investua, edhe a kupton se ma kanë lanë, ma ka thonë Shqipe kanë miratua ju plani, vetë në kënjësit se me pa caktua aty se do me investua vetë, me pa thonë ti, ma dhe liku mua, se e jetit se do me investua, edhe unë normal se e kanë. Edhe sigur bëhet plani nga fillimi sot e lirë. Pra, këtë nuk janë as shkallëndor. Domethënë parashikimet e kodit, edhe sigur mos kishte plan urbanistik fare bashkia jo. Duhet absolutisht leje miratim në ARSH-ja për krye daljet. Shiko, ne shohim për ditë që vime daljen rrugë kryesore, nuk flas me leje, se për pa leje, Për me leje thëmë se e bëhet. për me leje duhet miratimi në ARSH-ja. Miratimi si se si ta për rastin vërtet apo vjen me propozime e sajoni më shumë se pak zote jam kanë bua dhe jo dhe ato ma i përën shumë njerës si më të në E di edhe rastin konkret se janë konsultuar. Edhe herë drejtërisht. Na nuk dim na që jena këtu në zonat e mbrojtura. Unë kam kanë rastet të herë te aty te drejtoria tyne, edhe pyeta për diçka dhe thash. Këtu jeto që voti në bisha gjonë posëtar këtu. Pra, ka dash i firma për para, që ta di njerëzit,
thonë kam panoje të tjera. Që unë jam dakord, po mena rregulla e ligjeve për arsye se dëmtohen shatar, dhe kanë munin dirësin atje, dhe nuk din gjanë para e për të punë. Ashtë kanë qitë, bajt publika, masa na e të vinë këtu. Kryetari i bashkisë edhe ti, nuk mani përgjësi, po na përgjësin morale të punit, edhe, s'ka thëmë ligjore, në detyrimish na papi ne sjellëm atë të mahike buk negojës aty. Ti je kabranti. Ti dyshon se mund të bëjmë David që ta shpjegoj. Në cilin rast të ndryshimeve konkretisht. Ti ai po thonë që janë të hik karbrantet. Janë të hik Jo. Me thonë kërkesën tu. Jo, nuk janë. Na jena të thonë kjo për me shtua, për me Kash për me shtu mundësi dhe ndërtim. Me shtu. Me shtu kur do me investua me lejsh. Po ti aja ka karbrantet se arrëkori aty shqitë të kanë 8 metra ose 6 Karburanti që metra. ky lidhje, nuk ka lidhje me planin. Një i karbran që e bon aty se janë mos harroj 12 ose 13 karbrante prej këto të shkollës. Prej të shkollës. Për A cenohen ta apo jo? Nuk cenohen. Se nuk në zemë. Këto, Po është problemi distanca. distanca e përcakton kodi rrugor, jo plani urbanistik. Edhe sikur të mos ne kishim plan fare urbanistik, ne distanca e cakton kodi rrugor dhe arroshoja me Ministria e Infrastrukturës. Nuk ka lidhje fare me planin urbanistik. Ne, kur janë ligje të një rengji më të lartë, janë ligjet janë kombëtare, plani është vendor. Ligjet janë kombëtare. Plani vendor duhet të përputhet ligjeve. Detyrimisht. Ne e vetmja gjë që mundena me bëni është shohim përputhshmërinë me ligjet. Vetëm këtë, distanca e sigurisë apo aksesi në rrugë kryesore, kryedalit në rrugë dytësore janë gjitha që meratohen me arroshe, nuk ka fare lidhje. Zonat e mbrojtura, kush janë ato? Zonat e mbrojtura është parku i Alpeve edhe zona nga Hekurrudha deri te liçeni. Po jo atë tash qyshin grabam. Parku i Alpeve. Ose qyshin bog, Parku qyshin i dela. Alpeve po. Po, qysh në Të Detaj gjitha deri janë? në Vërmosh. Pa përfshi kastrate, po. Se zona buktës jo Është zonë e mbrojtur, po jo në zonë mbrojtur nuk kufizohet Morlan që kupzot, është zonë, më falë, e Zonë zonë e e mbrojtun, në konkretisht park qyshin kombëtar. grabam atje, është vetëm në strish, edhe është atje për mua, për dinin teme, edhe është të bushat, edhe të moshat. zonë e mbrojtur është parku i Alpeve është park kombëtar. Është parku kombëtar i Alpeve. Brenda zonës Unë mbrojtur. duo konkretisht, dhe me thamë që zonë e mbrojtun e qunë ti Jo që ju për ligjit. të zita. Gjithë po. Është vendos me vendim të Këshillit të Ministrave, zonë brenda zonës mbrojtur. Parku i Alpeve ka në gjithë në brenda zonës mbrojtur ka disa nënzonime, që është zona e përdorimit tradicional, e zhvillimit qëndrueshëm dhe zona qendrore. Zona qendrore janë është në Sefevçe, janë parqet akundajore, është Livadi Harush Ndërmen, janë shpella të monumentet e natyrës. Këto janë zona qendrore afër të cilave nuk lejohet ndërtim. Në një zonë me një distancë 100 metra prej tyre. Zona qendrore, pastaj zona e zhvillimit qëndrueshëm, apo zona Dhe më thonë nuk lejohet, po me venim tonë, dhe më zona mbrojtur nuk ka asë një drejtë televiziore në si këshill me nërtua në zonat po venim. Ju si këshill? Të Ju si këshill nuk caktoni asnjë gjë për zonat e mbrojtura sepse nuk ka paraqesim ne për miratim apo për refuzim. Zonat e mbrojtura kanë një nënzonim. Brenda nënzonimit thashëm përveç zonës qendrore, zonat e tjera lejohet shfrytëzohen dhe të ndërtohen. Edhe zona përdorimi tradicional, edhe zona zhvillimi qëndrueshëm, në 3 nënzonime brenda. Dhe zonat që nuk lejohet kategorikisht janë monumentet e natyrës dhe ato që përmenda unë përpara, që janë më të bjeshme që nuk shkon kush më në përveç një investitor strategjik. Po ato s'e japin lejen as nuk kemi ato shifra. Pa, kush në i pyetje, për e shif i Po, korrigjimi negativ në atë që është, a futët në të shenë të mohë. Aty që ke qëtojës aty. Po, korrigjimet e kavim nuk janë me këtë, sepse këto duhet ishin bashkërendu, do të thënë çdo gjëna, gjithë çfarë mundet të jemi dikujt ideja për diçka tjetër, sepse ne rishikim që kena bërë para 3 viteve. Dhe rishikimin që kena bërë para 3 viteve, ne
ka pas disa raste tjera. Kjo ka raste tjera, do të ne mbledhim rastet e dikujt që është i interesuar, që ka nevojë për shembull, nëse koeficienti i shpenzimet është 20%, ka nevojë me arrit, ne bëjmë kërkesën, ashtu siç paraqitet te zyra jote. Atëherë, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit shef bashkëndrimin me ligjet kombëtare, me ndërmiratimin e ministrisë, institucioneve të tjera. Atëherë, masi tjetë marrë akti për përshmërisë, kalon për merat në këshirë. Ka kushtaj për rishikimin e planit vendor. Atëherë hidhim votim kusha dakord me ligjen e rishikimin e planit vendor. Under një miratohet në pika 8, vazhdojmë me pikën i thema pikës 6 të rënit pizë në atimi e rishikimit të përgjerit të vitit 2020 bashkisë nacionale. Pikëna shekin e financave prezent, nësë në vojnë të kushkone pyjtë në znatë. E kanë sqaruar për vitin e kaluar. Po vit pa. Budgetin se buar e bërë, janë nëmë i zhjë, se do me investuar. Mirë, mos ne kemi vëllai përgjigje. Vjen. Sa dhe meni në dhe në me hajde, se u t'i Një me ju drejtu për diçka tjetër. Se më pyeti dikush ku ke zyre. Keni kaluar në gjë në këshill, për shembull, po me ju dhanë vendimin që nuk keni pyet para për procedurën se si është bërë, është kaluar një procedurë që jo detyrimisht ka kanë mund të ishte bërë për njësime. Thjesht të mos çet çështje jemja. Shife tash, na kena miratuar të planin e përgjithshëm vendor në 2015. Ne kena miratuar, e keni pronë zyra juve, si e keni. Po, unë me vazhdi që unë se kisha votuar me ty mrapa. Unë se kisha votuar se ta që ti që kena votuar. Unë s'mund të thëmë se kena pojnë na, ata duhet me kemë specialista ata që në bjën këto. Se ata e di mon një që është të njërë për njërë në qëtë. E kam fjallën që ne për punën e sqarimeve, nuk bëjmë sqarime edhe për para, se t'ju binë, do të thënë që në momenti që merë një materialin, mund t'ju japim sqarimin, edhe në telefon që të dikush ka vezdita në të zbëra. Sepse jo se ka problem me ju sqaru ju këtu, po edhe për çështje tjera, për shembull për vendime tjera, çështje kadastrale, urbanistike që pak të merret drejtoria jonë, janë nga që mos sqarime përpara. Ashtu nëse s'jamëve të informuar shumë, për ato, ajo të në informim. Ursjena në si këshilltar të informuar, për të në që të parë të të Sugjerimi jetë është për kur kaloni. Sugjerimi normal se mund tash për të e unë e jo famë shkote zyra. Zyra një në shkote. Lidhje me buxhetin e rishikimit në vitin 2026, derisa të shkruaj që nuk ka një ndryshim sigurisht në vendimin fillestar të buxhetit që është në 24 dhjetor, është një shtesë në buxhet. Bëhet fjalë për tepëcat që kanë rezultuar pas raportimit në thesarit. Sepse na kur është shpenzar materiali ka qenë 19 dhjetor, ne na kanë fazën akoma shpenzime sigurisht do të vlerat stagnale. Dhe duke qenë se ka qenë pa mujtën me rakordu në atë moment. Na kena bërë buxhet me ato që kishin disponibil në atë moment dhe gjitha këto çështje bëhen në lëndë momentin e dytë që është për rishikimin e buxhetit. Atëherë, pas rishikimit, pas rakordimit në thesarin, të ardhurat dhe gramjet që ka rezultuar si diferencë nga fillimi më përpara janë 168 milionë 140 mijë lekë. Këto përpahen nga transferta pa përzuar 109 milionë lekë, të ardhurat trashëguar 12 milionë lekë dhe të ardhurat pa autorizuar 9 milionë lekë. Këto janë 110 milionë lekë, 475 mijë. Në fund të vitit 2025, siguria ka akorduar një fond tjetër shtesë, transfer detyrimesh 6 milionë 380 mijë lekë, që gjithashtu është përfshirë. Kjo është pjesa jote e grantit, shtohet të transferta specifike për funksionin të rënduna, e cila është në shumën 31 milion e 235 mijë lekë, dhe gjitha bashkë bajnë shumën totale për 168 milion lekë, që është edhe shtesa në buxhet apo rishikimi i buxhetit. Këto
para shkojnë për një pjesë vogël paga sigurisht 1.318.000 lekë për funksione specifike, shpenzime operative 58.000 lekë, investime 106.000 lekë, dhe mbrojtja civile që është 1%, 1.681.000 lekë. Në këtë shtesë buxheti janë përfshirë disa investime të reja dhe sigurisht një pjesë janë për likuidimin e detyrimeve ose për kontrata që janë proces nga viti paraardhës. Ato që janë paraardhës që mirë këtu janë diskutuar, jo besoj si para edhe të më përmend, po flasim për treja që janë parashikuar janë zjarfik 4.000 lekë, ekskavator me goma 8.500.000 lekë, hadrom 7.700.000 lekë, është sistemi ujrave të bardha, sistemi para zgjidhjes nevojë pas përmbytjes që ndodhen në kompleksin e bazë janë përfshirë këto dy zona, 12.000 lekë, është sistemi taksave vendore 2.500.000 lekë, projekt rrugës 12 milion, vjedhje pemë 3.300.000, kosha mbetërinash 3 milion lekë, tabela plus sinjesi rrugore 10 milion lekë, rrjedhë elektrike 1.200.000 lekë, kamera sigurimi në shkolla 6.500.000 lekë, janë përfshirë edhe bashkëfinancimet të dy shkollave, shkolla Ktosh dhe shkolla Gromier, është janë pjesa jone e bashkëfinancimit me ministrinë, për shkollën Ktosh është 6.732.000 lekë dhe për shkollën Gromier 6.270.000 lekë. Pjesa tjetër janë për shpenzime operative, për administratën 8 milion lekë, për shërbime publike 5.4, menaxhimi i vezëve 2.1, sporti 1.370.000 lekë, kultura 4.100.000 lekë, arsimi bazë 11.469.000, arsimi mesi 5.972.000, rrugë rurale 3.750.000, dhe turizmi 1.200.000. Kënë përshkrim i shkurtër, materiali pësoj ka kanë maj gjatë dhe maj qarë për detajimin analitik të cilës për shpenzimeve. Qënë se të kushkuarë të pyetje në qanë një në këtë shtesë në shqip buxhet, në vazhdojnë në pyetje. Jo, ku do të na keni të shumë për një e disë. Ka se rrëve në të nëmë këtë rast, nuk ishë në të menqë. Nuk ka në shumë buxheti i parë. Buxheti i parë për një shikim. Teprica. Teprica, por këna në 2025, që kanë po shpenzua, që se këna ditë, se na këna në shtë i pari, pra ato janë 100% që nuk ka prej ka sezon. Këto janë shtesa në buxhet. Këto janë shtesa. Ajo në detajua në falë. Ajo në detajua për shamu Sezon parashikua. Prej plasë, na këna shpërdojnë në vlad dhe materiale për përindojsh. Na këna pagu vese, 21, 22, 31, edhe me doat në 3 mlajt në abonë limitim për shqiptarë, to lek ishin në shkuan. Se na pas mundë, se këna më rekordimin, 27 i pore në më rekordimin. 27 i pore 2026. Pra prapë se i pasë në pasë si mundësi teorike, me jeti qana kanë të përdo. Po, të të ke i zërë. Prioritet rrugë të qenë. A shumë se në qime. Ka pasi këtë më gjithë do të jetë me bojnë me dhe pora të majnë. Kaloj edhe tuje gjona, si në të... Në këto, i sekund në këto, i shpërgatje buxhetit, mi gjoha të si kur ka dhe për rivarin rrugësh. Rivarin, ja. Rrugësh, pra, investim për rrugë. Investim për rrugë. Ja. Të të sa milion për vjetra. Së një lekë që ke poste materiali, që për me në jo rrugë që janë përqes nga viti para. Janë shesh edhe rrugë që ashtë në gradë në bënd vitit, dhe kësë nuk ka mund të pagu nga 2025, atër të pagu me lekë që të shqipua. Me që i përmenda Qysh ka rrugë që është të shpjemet e para, edhe të tjera që i sekund, me që i përmenda të kontratën, se unë se kom lezuës nuk e di, sa vjetë është kontrata saj urës të na? Sa vjetë? nuk ka me vite. Po të përsa ku mund bëhet pra? Ja është vjetë në fund të 2025, Në fund, fillim vletorit është po, kontrata. po, po, Ka mjezi dhe të Po, po. maksimumi, me gjitha të kushtet nuk e lëmë e punuar. vletori ka kenë, por që kam tjetër një sekundë, por kam tjetër se i këmë qurë fjallë, edhe kryetarit bashkisë, edhe nën kryetarit, edhe administratorit të stradit, ndena ka ba 1150 metra në rrugë, gjysa sajnë është pa kalushë. Na nuk kemë përkua sot me ba asfalt, por paktën me nahil në fije ranë me zhavër, sa me ba kalushë. As nuk e ka marrë munimin ushtar, as kur s'ka thanë jo, por as zënë sa ma. Nuk ka puna me pru mediat,
ta në mjetët e Shqipërisë më ardhë i qua në vend. Se nuk i kam qua asë nuk ka kënë ujë, nuk i kam qua për urë, që ura është miratuar në këshill të është 2 vjetë, dhe veç politikisht e lanë pa, veç politikisht, se pa ka të vetë kryetari. Ta ka miratu tha në fund për atimi se përbërgjë se këtë kënaj 11 dit pa dalë në makinë për së të. 11 dit ashkan për faj kontratës, për faj investimit që a miratu e tash 2 vjetë, është bo kontrata, nuk është zbatua kur është në koha, edhe sot jemë në gjeni. Nuk kom asë gjahë personale, unë për tëmë, unë ka thëmë vetë kryetari këtu këtë i kemë, unë ka thëmë të ka miratu Altini se s'kom vetë në Altinin as tash. Unë ka thëmë vetë. Unë jam personale. Kur doni me banë? Kur doni me banë? Sot e lejë kushtet teknike, Sot e lejë kushtet teknike, kontraktori është gati me fillu punë. Kontrakti e gati lidhur. 1 metër kub bran edhe ja 20 kryetarit, e ka marrë të levat i kam thënë. A gjeni motorkarët vogël se pe hapi vetë me lëpat, na vini, ka thënë po. Kryetari ma po që po, administratori po që po. Po jo mërë koha për me qitë, i fije ranë, sa me ka duhet në pa thejmë makina për zështë. Në pikë 6, Po i lirë, në ka qizë në të vetë. Sa man? Pa si esim bëllë por se jem në pozita shtrem për vjetë. Pyetje pra. Sa shkoni e do një Tiranë, Në Tiranë du të me ardhë, du të mundzuar. Si edhe janë 2 herë këtu për çështjen e punës. Unë kam të volestë për arsye se ti nuk e kena tonë zonin e kontore, prej atje se menaxhuar. Pra ne ka sajt parashikuar, se po një tjera që ato po realizuar të realizuar në kam në fund kur vin problemi atje për dom falënderime për çfarë realizuar, po i gët problem tash. të pika 6, ka të Rruga Albinaj vjen kapsuar për shkak edhe 3 vjetë edhe 3 shkë që të kapsuar grymi shumë. Edhe borin edhe për aksidente. A ka në i fund parashikon për këtë mirë majtën? A ka në i firma, kush e firma në i firma që ka investua, ka në i projet? Për sa kjo që investon, ligje parashikon që maksimum i garancisë punim është nga 12 muaj deri në 20 vjet. Çdo punim që është kryer aty ka kaluar 14 muaj dhe sigurisht është jashtë garancisë. Megjithatë na këtë vit kena lënë në fund me një padrëm në një ekskavator, e kena lënë 3 milionë lekë me vlerë stabilizant që më rënë këto rrugë ku kanë probleme të ngjashme, që janë frishë bankina apo Se janë domenë shumë delikate, nuk e pa vetë, ti çon botë krymin e përtinë e do të kthesë shumë rrezik, thonë. Na kanë lënë me vlerë 2000 tona këto këtë punë dhe stabilizant që kur kemi nevojë më nëse ne më Vjetë e shofera këtë dakord për menatimin e rishikimit buxhetit për vitin 2020 të bashkisë Macilë. me shtua, si e dakord jo me shtua, që më i shile? Të bazuar në performancë, në burim, financim dhe financimi i huaj. Nga viti 2025 ka të një formë e rëgjësimi performancë bashkive. Është një fond në 4,7 milion euro që nga për gjitha bashkisë dhe vendit në varësi të performancë që kanë gjatë vitit kushtimor para artës. Pas e është pa vlerësimi, bashkia jonë është vlerësu në rrët bashkit kryesore të vendit dhe sirëzat i kësaj ka përfitua shumën për 11.54.822 lekë. Ata kërkojnë që kjo shumë e kanë performancë të realizohet një objekt që ka një impakt të dukshëm dhe është i bashkëfinancimi qeverisë shqiptare me donator të huj që financojnë do të kjo shumë dhe fondi është ndarë në 2 pjesë, në 4 milion është pjesa qeverisë shqiptare dhe 6 milion është grandi huj. Me zënë në kërë një venim këshillet për financimin, sepse aktualisht po ardhët në fondi i Ministrisë, fondi tjetër dhe vetëm pasi bëhet miratimi këshillet për përcaktohet destinacioni
ku shkojnë të lek. Nga zyra projekti është përgatit një student dhe është konkludu realizimi i projektit Arsimi Energji Pastër, ku janë përfshirë 8 shkolla të arsimit mesin dhe nënvjeçar me panele djallore me kush ullin e shpenzimit të energjisë elektrike dhe sigurisht për një energjisë pasur si kur si pamir edhe projekti. Shkollat që përfitojnë dhe janë përzell janë Gjimnazi Sherif Hoxha, Shkolla Nënvjeçare Abdul Bayraktar, Shkolla Mesin Bashkuar Muhtar Matej, Shkolla Nënvjeçare Vasil Shamta, Gjimnazi Gjot Katri, Shkolla Nënvjeçare Tek Xhomi, Shkolla Mesin Bashkuar Nik Munati Tamar dhe Shkolla Mesin Bashkuar Kuel Martini. Këtu synohet pra burimi energjisë që rinovueshme dhe janë gjitha këto shkolla që do përfitojnë me losën e paneleve dhe sigurisht edhe në fund është rezultati i kushtimi i energjisë që na kena për këto shkolla. Vlera e projektit është 11.54.800 lekë, ndonë në arsim mesin 5 milion dhe 5.500.000 lekë janë arsimin nënvjeçar. Kush do një gjatë teknike më shumë? Nëse se Jo, i gjatë teknikë kisha anët pak. Ka e lidhë me profesionin që bëjmë për diçmëri. Shumica e në shkollave kanë detyrime parametra të energjisë elektrike. Për vemu panelet, ka disa kritere që duhet me zbatua. Si parashikohet që të kujtohet energjia elektrike për i ta shkolla që të vazhdojnë në vendosja e macave panelet pyetje teknike. Unë e të tash me au put drita dhe me paguar detyrimet kryesisht që është 2015 janë gjithmonë për fatura, për mbi faturime realisht, jo për fatura konkrete për panele. Megjithatë, një sekondë, na kena parashikuar që me përmbledh një raportim me OSHE edhe kena lënë për këtë një fond e këtë buxheti që ndërtohet përpara, fondi çaka për detyrime 6.370.000 lekë është i parashikuar për shlyerjen e detyrimeve që me paraprim lidhet kontratës së rrugës. Na e dimë dhe na përgatitur në ato këtë çdo vit. Okej, inshallah. Unë të më që ju lumë për herë të parë keni po diçka të përtetë. Kur të baj? Keni paraprim. Shkollat e dia. O gasa, ja kanë për inoti gjithmonë e ka përri. Ka një të në ndryshme dhe kjo është çështja kryesore. Këto janë formalitete që ju jeni detyruar me çudorë të me i pa. Me përrimet e vive 25-6 jeni të detyruar. Ndaç pas së çoni. Ka s'ka më thonë. Malet për ju, malet. Malet. E din, e kanë vjeni, e kanë sa herë. Damet, sidomos në klasë të klasës dojnë në shumë. Ke pa vetë sa e këna kene. Po. Deri ku ka shkua, a do të tam shpërblet kush, pra do përblet. Ta thash ne kena ba vetëm për statit. Nuk ka asnjë përvetim, banë me vlerë materiale për damet. Sa më shkojnë të damet të përvetim. Thash presin, një shmurda një të vendim këshillë ministrave, referencet për shmimet e gjanave që janë të të. Ne nuk kena lasë të. Të bandina gote. Po të shikosh ti bashkia Shkodër, këtë punë që këna ba, nuk e ka ba ata. Se dhe të thonë presin të shifë fletën zyrtare nga faktore zyrtare e qeverisë, besit referenca. Ne kena ba gati konstativin, kur vinë referencat është punë teknike, punë diqë. Që filoni artan broja, ka danë shpi, për shumë të filon lek vjetër. Ka që është historia. Bashkia Shkodër s'ka ba si gjanë. E kena ba nga komerceja, si... Ta shekëm me sekretarin Faleminderit. Zoti sekretar. Unë Unë e di se ti je sekretar këshillit dhe nuk je sekretar i kryetarët. Je sekretar i këshillit dhe je sekretar i kryetarët. Unë kam bërë një kërkesë, jeton një ky këshill bashkiak në muajin shtator me datën 3 shtator ose 4. Ka marrë një miratim
edhe qytetarë ndjerin Sokol Veshti, edhe rruga Rob Veshti si perni rruga Sokol Veshti. Unë kam folë personalisht me ty, kam folë me Julin poshtë, edhe unë du me di, përse nuk është fut në rendin e disë që pjetonë duhet me fut në rendis me diskutuar rishtas në këshill këtë problem. Çfarë pengeset ka ajo rrugë që është miratu i herë tonë shqiptarët e kanë dakord me si të emrin Sokol Veshti. Më të regoni çfarë duhet, në rasa gjallë, na si familje, si fare fish, Kjo e marrët se s'pore. Në ndërtarë, në ndjeri këtë punë është miratu edhe shumë. Edhe në jetë, lidhe në është me i përzitje. Se dhe sekretari i tunë se ma afer se në ndërtari të administrata e përcilë të kryetari, edhe të urbanistikës, edhe në drejt, është jo vetëm në po janë shumë, si nuk janë erënat, janë miratua erënat, dhe se janë në dispoziton. Besoj ne i miratua. në rasa porosia, e bajnë vetën shëndalisht, në rasa punë liqë. Për më gjatë, në kryetar, në përsi. Kena një shqetësim në Kashaj, ka ardhë një projekt, nuk e di që prej kuj ka ardhë, as kush e ka provës. Për bamin e ujt, me furnizu me ujt të kronit dhe shqetë. Alas në adhën e sesjeri, as nuk është ba, një vizjes publike, që në ditë se ku të të merë taj ujt, përveç se nga shë ka shumë, vorime, kuse, qana, që mund merë. Por, në që ose merë, në plusin e dheshit, aj uj është boj herë analiza dhe ka ta i pa redut për piri. Edhe nuk bëhet fjallë. E dyta, ata si kanë ardhur e bëhu, duhet bëjnë një zjes publike për arsye se nuk do t'i lanë, janë betuar të tonë nga shaj, si nuk do t'i lanë me hecë në për tokët e tyre, se na kanë qartë rrugët, edhe tona jo, ne kena pagu me paret tona që e kam bërë sa e pru, e nuk ka marrë masa të dushme. Me paret tona kena rregulluar rrugët. Tashi, ata kanë rrugë në telefonoma, që do t'hinë me punuar nga shaj prapë, edhe e me qartë rrugët, ma shqikotit në na. Dhe që kush më në përgjësi për prishen e rrugës një, edhe e para punë për ujë. Prej ku do të merret ujë, nuk do të merret për gashe e koncept, pa i ujë do të furnizojnë bajzën e kastratë. Për çfarë bëhet fjallë, nuk të që nuk e di. Jo, kanal, ju që i vetë, i keni të rrugë e koncept. Ato kanalë në bëha fazën e dytë të ujësillësit, jo se... S'ka fazën gashe e koncept. Ato kanal me bënë gashe e koncept, me marë ujë prej aty me cilë, në haqe për me furnizu bajzën e kastratë. Ja, nuk e di, nuk është intereson mirë se unë se di për vetë. Mollë të njërim ta nuk e di, po është qipër që Jo, nuk është aja faza e dytë. Jo, më shumë. Nuk ka faza e dytë, po është plani mu morë ujtën gashe mu furnizua. Unë po ju thomë si të nalohet, deri në momentin si sjarona... Ka lidhje me natua qa se nuk është e vërteta, jo si thua ti se më kanë morë 20 vetë për gashe edhe i kam sjarua. Jam interesua a lidhja ata si kanë orë me punua faza dytë e ujësillësit si të vazhdojnë pare. Atëherë, ka i bjenë nuk e di. Po ujësillësit gashe, ka morë funi herë. Aty nuk e di me saksi. Tire ka në gashe. Pas bjerë të uja që përse sa mund pi. A ka mundësi si të nalohet dhe në momentin si sjarona? Nuk është e vërteta jo si më morën puse ose në ujë burimore, ujë për qapritet aty. Aja është finalizohet faza e dytë. Po personi si ka prullë i ka ulla kësi Aty nuk e di, bela i ka prullë se ka njëzit e vetë atje për me punua ka. Ashtë furnizimi i ujtë, tha si do të bëhet furnizimi i ujtë bajs kastratit prej në bus të leshë. Ja. Ai si ka pru, ma ka thënë mua shprejmi. Kush ta ka thënë? Unë dojta të njëmi tha nuk e di. Jo, më kush e ka pru se po, ta shumë jam interesuar. A do një me ju qua, ju me i po, se ku jo. Se në qo se bëhet fjallë në punu tjera ku nuk janë pru në gashe. Ashi mas bëjmë si ku nuk di mas i se në ku. Po ti pra nuk nuk është e vërtet ajo si merret uji aty, uji merret në haqe edhe furnizohet faza e dytë. Do të qitet ujtë në haqe prej nga shaj tha prej ku ka si dikur stacioni. Jo. Edhe ti vash do t'i menoj si do të ja marrë përgjigje, gasha i vetë. Po kjo se na del jashtu. Po kjo se na del jashtu. E ka me vadi ta të drejt kulture. Po kam pyet tash. Më kanë marrë gasha, jo 20 vetë jam interesu, edhe tash 20 ditë, edhe jam interesu se është e drejtë.
Edhe është faza e dytë e projektit të ujësirësit. E ashtu si vjen në lidhje. Po jo përse e vjen në lidhje në ferme se se faza e dytë, a lidhë kontrata. A lidhë kontrata se të nuk është. Edhe është dalua për të si pasa të shumë që në kena shani po, se të shani nuk ka mu, mu së edhe të shani. Prej ministrisë, a kena marta i këtë me pa investim për ujësirësit. A ka investim? Po. Na kusht Përfshirjet e faza 2 të dhe? E di që na fut faza 2 besoj të jetë nuk e di fiksës. Po ta bash vane i të ndërim se të bani ju, po ta bash marrë kanë shatin bulqan. Ne bën faza 2, po gjos nuk ka bën fazë parë, ty do të jenë dyta se s'ka ku me kena. Se na kena pasë në vend dikret, kena pasë me nuk fale. Unë kam dy qeshtje, se i kuna kam qëllë transparencje, dy qeshtje. Një e para jena filloj me një për rrugën e Kremnis Skopje. Aja është realizua nga bashkia, me si e male, kështu që ato që janë për falenderim, se edhe i ti e kërzdikojmë atëna jashtë drejt datë, dhe më thonë është ba mirë, shumë mirë, një pasisht falenderojmë, nuk e di se kush ka kemë, por kena kanë e kam pa vetë në sytë e mi, edhe firmën që e bandërtua. Për të Kremnica votit, është një gjama mashtore e punë. Kurse tjetërën do t'ja filloj me kritik, edhe kam direkt për administratoren, për kryetaren e grupit folklorik të që u baje tash në Tiranë. Zonja Florida bën nga i familje e përzekutume politikisht, por familje mirë, njëkohësisht edhe aty ku ka shkua janë familje shumë e mirë në botë. Këtë e shuaj unë edhe është e vërtet përjashtimi për arsye politike Delvaqit. Delvaqi e din të gjithë ka lanë kontribute që s'ka lanë kush në mesit mëve, edhe sëtë mos më marrë me grupin folklorik për më shku atje. Edhe këtë unë doja të më lërgojarisht, po unë qofë që ajo nuk arsitën, s'ta thëmë që me dalë me bon autokritik, por ta korrigjoj këtë problem, për nëse rrallën tjetër do ta kërkojmë që të vinë e të japë llogari këtu. Se po t'ishte kanë gjatë problemi për 32 vite që kam dhënë kontribute në Partinë Socialiste, domethënë mua unë s'kishëm pas mundësi me dalë jashtë, po njerëzit mua nuk më kanë urryer për bine politike edhe nuk i kam urryer. Pra na e kena vujtë 50 vite këtë, kjo mos të ekzistojë më. Edhe detyrimisht ato fondi se nuk e hinë, se nuk jam strukturë, kam thonë, edhe nuk më njën asë në tavolina, asë unë që ta akuzoj ku kam. Nëse nesër mas nesër, i jepët mundësia për me ba, një ashtot dalin nga toksat tona, e dini ju, edhe të kanë shtërë shefi këtu. Pra nejt, te ketë kujdes për atë person. Tonë grupi në sajnë e ka marë, edhe përfundimisht ajo ka me. Sa kontribut ka dhënë Dila, s'ka dhënë kush më të simonë. Situatën, po, prej Fritz nuk ma mërë menja poselizet për... Jo, kuja përjashtua. Drejtuese artistike. Ajo ka ka Pe i dikuja përjashtua jo. Aja drejtuese e njësisë administrative. Ajo nuk ka drejtuese për Jo, ajo nuk ka pas drejtuese artistik. Sa më sejna, nuk pojmë sejna. ajo s'ka lidhje, Jo, ajo... sarimi do e bajo. Jo, shumë të të bëjë qyre. Sarimi Ne më flasë sa ndryshme. Problemi Ajo sarimin e ka... unë këtu për mua është këtu veni, është ku veni, këtu me një atrator, për përshërimin kjo është qeshtje politike. Unë asë e kam gjonë, pa e kam si ta njerëzimi tjerë, unë thash për vetin, mos më urroj kush. Edhe unë nuk urroj kërkan. Edhe ma ekstremista që mund t'jen, kanë binjet e veta. Në fakt, unë kam një propozim. Për kontributin që ka dhënë për xhubletën, për trashëgim një kulturore, për arsimin, Delvaqin, se mos ta bëjmë qytetarë e nderit që kena bënë 10 atje që nuk e kanë merituar më parë sa ajo. Shumë e drejt kjo, shumë e drejt. Unë për ta lutem shënoj për rrallën tjetër. Rëne, unë jam shumë dakord. Që zonjës Dil të japim një çmim qytetarë nderit paktën stimul moral për kontributin e saj, për trashëgimin, për xhubletën, për arsimin. Jo për ata, për përcizim. Dhe vjen keqje meri kujtu që venimet e Mërkëshillit dhe propozimet mund në bëballën nga grupet e këshilltarëve, edhe që ose këshilltarë individual. Jo vetëm thjesht nga qytetarja, por në Jo, unë thash
E shkru me propozimin. Jo, nuk ka qëllim. Ju munini të sekretari Shillit, bani propozimin E bani edhe propozimin. vani, nuk ka pjesë e bashkisë. Na i gjatë tjetër atëra, më shkajtë të shqe dhe ashtë e që të mëvër. Ja,